Unë që kisha rangë kërend, por fati ka qenë ajo kutia shpërndarë se mbjet nivelin e ujtë dhe unë kam ullat salavidin edhe se po t'isha unë krevat në gjumë, po t'isha natën unë. Ky është Ernest Paloku, banor i Vaudesit. Vërshimi i ujit një ditë më parë shkatroi gjithçka në banesën dhe lokalin e tij. Pasi mori në telefon gruaja ime, më tha që ka hyrë ujë në banesë, unë kam lëviz me makinën time dhe kam marrë dhe kam hyrë këtu mrena dhe kam pa një vërshim të përmytjes në masën mbi 1,50 cm ujë mrena, një dam kolosal me dhomë gjumi, me guzhin, me pajisit që kam pas të mrena për mrena. Lartësia ujit kaloi 1 metër brenda banesës së tij, duke mos mundur të shpëtojë asgjë. Për një gjysmore këtu kam pa hata. Dhe me thënë, këtu në të vend ku jam për momentin, e kam pas ujt në gjoks. Dhe me thënë, niveli ujt që shihet edhe në gjama dhe në pjesën e nivelit mureve, por objektin edhe banesën time ka bot pa banush. Këtu ka qenë niveli ujt, dhe me thënë, këto i ka zere o shpërdërimi, i ka rëzu frigorifera, dhomën e gjumit që kam atje, guzhinën në shërbim të familjes time, me gjitha këto redit që ka këtu. Këto të volina që i shifni sot, që kanë rarë nivel, të kanë qenë edhe rreth 50 cm ma lartë të notur në për ujë. Vërshimit që kanë të lumej, si gjadri, si projeklin, e kanë atë goditjen për orë, dhe me thanë, nuk ashtë se vazhdojnë me nej me periudhë gjatë, por që dami është shumë i madh. Paloku thot që një përmbytje e tillë është e paprecedent në 35 vite, ndërsa shpreson në ndihmën nga bashkia për dëmet e shkaktuara. Kjo përmbytje është rast i rrallë, unë kam punuar edhe në organet e policisë shtetit, nuk ka ndodhur ndonjëherë për 35 vite që të kemi pa kaq ujë, kaq përmbytje. Unë lut Zotin që mos ndodhi më kjo katastrofë natyrore që ka ndodhur në Bashkinë e Vaudesë. Lut Zotin që investimet, kjo thirrje që bajon të shkojnë në vesh të qeveritarëve për të investuar, për të shpëtuar këtë zonë. E kundërta, rreziku natyror është i pashmangshëm. I gjithë qarku Shkodër një ditë më parë u përfshi nga rreshtet të dendura shiu, që shkaktuan përmbytje në mbi 100 banesa në Bashkinë Vaudejës, si pasojë e daljes nga shtrati i porrojit të Glinës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.